S'di qysh me përshkru, ai moment për mu konë ma ka ndryshu jetën. Si kur fëmija jem që ka lind, mas një kohë gjatë që kam djallin, gati muna me tho me barazu si më pas fëmitimin. Familjarët janë ende të mërzitën. Ende nuk besojnë që fëmija e tyne është ofër tyne. Mi 15 vite s'kam pas fëmi. Edhe pse s'kam pas, unë e fëmin i kam dasht edhe i du gjithë. Shumë. Mu më rinojnë fëmija, kur ri me ta. I kisha lutë gjithë qytetarët që vëzisin vetura, të kenë kujdesin maksimal kur dalin rrugë. Më shumë kanë humbë jetë prej vitit 99 në këndej se gati gjatë luftës. Gjendemi në qytetin e Skënderajt, këtu ku para pak ditësh një pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Salih Zajmi, e shpëtoi një 3 vjeçar nga një aksident që mund të përfundonte me fatalitet. E si ndodhi këtë ky rast, na ndeqni në storyn e vazhdim për ta parë se si arriti ta shpëtoi nga ky aksident. Bravo! Përshëndetje Gazeta Demës, unë jam Salih Zajmi, banori komunës së Skënderajt. Nuk është lehtë me ful për rastin. Jënë dhe emocionit përzine, edhe ndoshta pak njerëz mund me pos fatin që kom posone, me shpëtu një fëmijë 4 vjeçar, ndoshta me e keqe që ka mujt me ndodhë. Qysh ke ajrët, qysh ndodhi, qysh u takove të në rast? Isha 2 kry do pagesat kompanisë tonë, të sigurimeve, edhe pa pritmas i vrej 2 fëmijë pa për kujdesit të kërkujna. Edhe tashti vajza ka lënë rrugën, motra e ati djalit, kurse në momentin kur ka thirë aja, akilin, kë ka tentu edhe u dalë në rrugë. Edhe unë kam vrapu shumë shpejt, edhe kam largu për rrugës edhe... Qysh ndodhi qaj moment? Qysh e vrejtet e qysh e kapet? E vrejta se e pashtë se sështë në përkujdesi të kërkujna dhe një fëmijë 4 vjeçar mundet me marrë një drejtim pa... si të thamë, pa përkujdesit dikujna se pa i tregu dikur se ka duhet me dalë. Po, fundi është i mirë, shqyqyr zoti fëmija është mirë, është nga të prindve të vetë. Po do me ditë momentin kur e kape në dorë, qysh ke, e kape djalin, qysh ndodhi qaj moment, qysh ke? S'di qysh me përshkru, ai moment për mu konë ma ka ndryshu jetën. Si kur fëmija jem që ka lind, mas një kohë gjatë që kam djalin, gati muna me tho me barazu si më pas fëmitimin. Ato momentet kur e kape edhe di që ti e ballafaqu me kombin, qysh ke qaj moment për ty, qysh unima ndej edhe djali? Djali ka pas pak stres, trem, dridhej trupi, po i arrita me dalë me stabilizu, edhe është gjithë shka në rregull. Çka tha shoferi i kombit në atë momente, çka tha ty? Shoferi mu më tha, unë e kom menov se ti je dalë në mënyrë të pa rregull në rrugë, se fëmin se kam po heq, edhe i tregova se unë jam gjendjet mirë, pak një trojlin dum, po si vreja të dhimë. Qysh e qetësove djalin, po më interesant, se të pas parasysh që ai tepër i vogël edhe ka mujt më friksu, ka mujt me pas ndjenjat përzine dhe ai. Duke i fol. Çka i the? I thash hajde shkojmë t'i blejmë do akullore bashkë, se edhe në kom qef në akullore edhe për momentin i largun ato. Edhe një rast, i thash po në kom bëhaj gore me kombin, kena dasht me gjeru një film se kë nuk na shkel agjet, kë din që do të munojnë rrugë nëse fëmija kalojnë, që së fjash. Cila kanë fjallë të familjarëve të akilit po më interesant, drejtuar te në atë moment? Familjarët janë ende të mërzitën. Ende nuk besojnë që fëmija e tyne është ofër tyne. Të e po vendin, rrezikun, gjitha po falë Zotit edhe mundësis që mu ka japë me qëllu në atë moment aty, fëmija është në mirë.
Edhe çka po thonë qytetarët, dhe pas parasysh që na Skënderaj. Kam shumë falenderime. Shumë falenderime, siç dihet Drenica janë bujar, janë njerëz shumë falenderus. Jam të një vetën tepër mirë. Qa po thonë kur po takojnë në rrugë, po më interesan fjalët e qytetarëve, qa po thonë qytetarët? Po ka raste që thonë ti ke pas fatin me qëllu në atë moment me pështu një fëmijë. Çfarë lidhje ki me fëmijën, po më interesan, se do me ka një lidhje tepër e veçantë. Me fëmijën është një histori e gjatë, se unë një kohë gjatë s'kam pas fëmijë. Mi 15 vite s'kam pas fëmijë. Edhe pse s'kam pas, unë fëmijën i kam dashur edhe i du gjithë. Shumë. Mu më rinojnë fëmija, kur ri me ta. Edhe ndoshta ajo kon forca se ku mujt me arrit, që qëllimin që arrita me rastin e Akilit. Sa po ndehesh i përmbushën? Sa po të përmbush? Unë jam i plotësuar, mu nuk u mungon kur gjë. I kam të gjitha. Seriozisht nuk po më gjetë fjalë. Unë të pas parasysh që di që je me shumë emocione, me shumë timë po e shoh këtë sen edhe one. Veç po du me ditë, po du një mesazh për teje për krejt këta që vozitin, të pas parasysh që tu deshta me dalë, që tu deshta me dalë. E di se njerëz të na kanë probleme, kanë rrugët, veturat nuk janë edhe qatë në gjendje të mira, po i kisha lutë gjithë qytetarët që vëzisin vetura, të kenë kujdesin maksimal kur dalin rrugë. Se, si pas statistikave që kemi edhe ne, nuk muna me thonë për gati më shumë kanë humbë jetë prej vitit 99 në këndej, se gati gjatë luftës. Si pasoj i këtyne pa kujdesive. Unë e di që kërkush nuk ka dëshirë me bo një aksident ose një diçka, po duhet ketë kujdes ma shumë. Që kjo është mesazhi jem për qytetarët e Skënderajt edhe krejt Kosovës. Të pas parasysh? Lutem Zotit që më kur asë një rast mos ndodhë si rasti i jonë me Akilin e vogël.